حرام اللي تسوونه، ترى ما يرضي الرحمن. أشوف بعيني إسراف يضايق خاطر الشفقة، وينام بحضني عيالي وكل بايت جوعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تسليما كثيرا. Falenderojmë Allahun, Zotin e botrave, vetmin të pashoq, rregulluesin e gjithësisë, ai I cili nuk ka lind kë as nuk është I lindur, edhe nuk ka mundësi që t'i barazohet atij dikush. Të gjitha krijesat kanë nevojë për të, ai nuk ka nevojë për askënd. Vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Të gjitha nevojat, kërkesat, problemet, dertet, gajlet, po edhe brengat të cilët I shijojmë, ja paraqesmi Allahut që Allahu të na shëron, na rregullon, të na zgjidh. E falenderojmë për të gjitha nimetet të cilët na ka dhënë, shëndetin më së pari, pasurinë, jetën e mas shumti që na ka bërë pjesëtar të ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po edhe mas shumti që na ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Qels I rrugëve të bereqetit, qels I rrugëve të shpëtimit, qels për t'i hap dirt e rrugëve të drejtësisë, qels për t'i mbyll rrugët e djajve të mallkuar. Salavatet, përshëndetje, selamet që dërgojmë këtij të dërguarit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të familjes së shokëve të tij, edhe të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderoj këtë organizata po shoqat, sidomos Zaimin, që është kujtu që të nderon, Allah I nderoft, Allah I shpërbleft, Allah I dhash bereqen punë. Allah inshallah I jep shnet, pse se më me rëndësi që ka është shneti. Pa shnet njeriu një hapsën e lëviz, edhe për gjërat mira. Sigurisht, në jetën tonë të përditshme na kaplojnë neve shumë probleme, armiq në gjitha anët. Dikush prej neve ka miq shumë që e rrethojnë. Të njëjtët miq për dikond ka mundësi me qenë armiq. Cilët janë ata? Është nefsi, është epshi, është nona, është baba, është pasuria, është afërmit, është kujshit, është shoqënia, është shtëpia, është kerri. Për dikon kanë mundësi me qenë miq, për dikon armiq. Kështu që secili prej neve që e marrmi këtë përsipër për t'i afruar njerëzit në fe, për t'ia mësuar një fjalë të mirë, për t'ia treguar rrugën e vërtetë, duhet më së pari ta veshmi likurën e atij. Nëse unë e kum rregullu çështjen time në shtëpinë time, duhet me paramendu që atij që po ja thom këto këshilla, ai nuk I ka të rregulluar. Edhe nëse unë muj me bajt një thes 50 kg, ati duhet me ja dhon një kese 2 kg me bajt. Pse? Se njerëzit kanë probleme, kanë halle, kanë derte,
Edhe tash ti duhesh me gjetë një formë, një metodë që ati sa më let t'ja bish fejen. Sa më let, pse? Se nëse ne e shtrengojmë fejen, sigurisht se që këto armiqt, të cilët i përmendëm, kanë me qenë për dikon të armiq, e mashtrojnë edhe janë pjesë të mashtrimeve të kësaj botës. E për ata kena zgjedhë sot temë mashtrimet e kësaj bote. Mashtrimet e kësaj bote nuk është vetëm një, po janë të shumta. Thash, si cili prej neve është mirë të mëson gjuhën me fol mirë. Po si mësohet gjuha me fol mirë? Duke mendu mirë. Se nëse mendon mirë, flet mirë. Nëse flet mirë, vepron mirë, se të vjen marrë, mos me vepru. Nëse vepron mirë, ishtin të tjerë që të veprojnë mirë. Ishtin të tjerë që të folin mirë. Edhe kjo epicendrën apo zanafillën apo fillimin e ka të zemra jote. Nëse ti në zemër mundohesh çdo sen ta mendosh mirë, se djalli i mallkuar sulmin më të madh, siç ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziyja, ka zemrën. Sulmin më të madh e ka djalli i mallkuar te njerëzit, zemrën. Nëse arrin që ta përfiton zemrën e atij, ai masandej çkas mos i mbjell në zemrën e tij. E kështu që nëse na prej fillimit mundohemi që t'ja pengojmë rrugë djallit mallkuar, në zemrën tonë sigurisht masandej kena me fillu edhe me mund shejtanin apo djallin e mallkuar ende më shumë. Allahi neve na ka këshillu, fillimisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ka këshillu, me u këshillu smiri. Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka dallu nga të gjitha krijesat, e ka bëu shembulltyr, e ka bëu që të jetë i omël, e ka bëu që të jetë i omël në gjuhë, i omël në fytyrë, i omël në dëgjim, i omël në vepra. Për ata Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Walau kunta faddan qalidha al-qalbi lan faddu min hawlik." Mëse ti o Muhammed kishte qenë ti ai i cili ishte vrash në zemër. Pse e ka përmendi vrash në zemër Allahu? Se ka përmendi vrash vetëm në gjuhë. Se njeriu nëse është i vrash në zemër, edhe në pamje është i vrasht. Ka dikush ki qef me këshirë, ka dikon s'ki qef ish me alishusit. Se do kësu kurse me sy puthan. Kështu që Allahu subhanahu wa taala i ka thonë, me pas qenë o Muhammed ti i vrash në zemër, kur s'tu kishtë afru për rreth teje. Mirë po ti ki qenë i omël, edhe në zemër. Zemra e ka bo gjuhën e omël, e ka bo synin e omël, e ka bo ftyrën e omël, e ka bo veshin e omël, i ka bo veprat e tuja të omël. Për ata njerëzit tu kanë afru. Se me pas qenë të idhë, njerëzit tu kishtë afru. Kështu që Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'i këshillon me më të mirë. Me vajzë më të mirë. Edhe kur ti polemizon njerëz, ti polemizoje me gjërat më të mira. Nëse ti e shef palën tjetër e cila po ngritet, edhe po nervozohet, edhe po hidrohet, ti duhesh mundal, jo me vazhdu, jo tash ti ta bëjsh mend se tash erdh koha unë me mujtat. Jo, ti duhesh mundal, ti duhesh me pas dert, edhe Allahun ton duhesh me pas dert. Ameshi ka qenë prej djetarëve të mëdhej. Hoxha i tij i Ameshit ka qenë i verbër, kurse Ameshi ka qenë i cili nuk ka pa mirë, ka pas të pamurit trubullt, mirë po ka pa me hecë. Kurse hoxha i tij ka qenë i verbër kricisht. Edhe njëherë kanë qenë duke hecë rrugës, edhe kanë qenë prej një fshatit në tjetrin duke shku rrugë lartë, në kom. Edhe vjen të rritë një fshat, edhe hinë të një fshat, edhe hoxha i thotë Ameshit, birjem, ndau pak tash, mos më rrok për dore, po jes me vejti. Po pse thotë hoxh me jes në vejti? Po, mujt mi mordzu, ti nuk shef heq, unë edhe nuk shof mirë, po unë baron qatë shë po e shof, mujt na me ta tregu edhe kalojmë fshatin ma mirë. Jo, ka thonë, jo. Për arsye se nëse him fshat, njerëzit kur na shofin krah për kraj, thonë këshirni këto qorët ku kanë rrok krah për kraj. S'po dikën me hec, krah për kraj ku kanë rrok. Po thotë hoxh, po ata edhe nëse folin, ata na marrin gjunat, përkundrazi. Në s'kena kur një far dami, në përkundrazi kena fitim se na marrin ata gjunat. Shej ka thonë hoxha. Na ta shpëtojmë veten, po ti shpëtojmë edhe ata.
mos i lojmë me hingjuna. Domethënë hoxhallarët përpara, dietarët përpara e kanë pas dërç që edhe pala kundër të mos të hingjuna. Edhe tash ti nëse hin në polemik me dikon si ta shef që po nervozohet, ti mos e lebe me hingjunat, mos e le ai me ja çelë rrugë djallit mallkuar, se ti po bosh shkaktar, po për më ju çel atij djallit mallkuar tatina rrugët. Për ata ti zgjedhë formën më të mirë, formën më të butë, formën më të omël. Imam Shafiu kur ka bëu debat me bashkëkohonikt e vet, ata të cilët kanë qenë dietar, që me thonë në gradën apo në shkallën e Imam Shafiut. Kur kanë bëu debat edhe polemik, çast shumë i kanë ngrit zanat, sa që xhamati që ju kanë prezant kanë thonë këto mo kur s'folin. Tu dalte deri ja kanë shti krajin, e ka përqaf, e ka puth. Xhamati ju çudit kanë thonë, çka bëmëre gjithë ato? Ka thonë edhe pse na ngatromi, mirë po prapë se prapë jena vllazni, prapë se prapë zemra duhet mi afru. Pse e ka vepru Imam Shafiu? Në ndoshta me bo një polemik apo një debat qashtu të madh, ka mundësi që mundajt edhe mos me fol kur me zvejti. Mirë po jo, Imam Shafiu ka dash me na mësu se na duhet me luftu për me qit hakin shesh. Mirë po ta na me i pri për mu afru, me i pri për zemrat mu afru. Për ata i mas ati debatit e ka ditë se pak zemrat ndoshta ju ngërcu. Mirë po tash kur ta afrohemi edhe kur përqafmi, ja thejmë djallit mallkuar kont, edhe s'ka derë me pas në zemrën ton djalli mallkuar. Edhe kështu që mas andej e kam mësua dhe masën, se kështu po dushka, edhe pse po ngatrosh mi ndonjëherë me fjalë. Për ta qitë realitetin shesh, mirë po prapë se prapë, më përqaf, me puth mballë njëri tjetrin, me shtrëngu, që zemrat të afrohen edhe të largohet aja derë djallit mallkuar të mëshilet që ka nisë për me na dajtë dhe më në urejt. Kështu që të gjitha këto shka po përmendën janë mashtrimet e kësaj bote. Allahu subhanahu wa taala mashtrimet e kësaj bote i ka përmend fillimisht me një ajet që ka dash pak me na tërheq vëmendjen. Ka thonë, kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo njeri do ta shijon vdekjen. Çdo njeri do ta shijon vdekjen. Tash në fund e kallzon mashtrimet e kësaj bote. Tash fillimisht Allahu në ajet po thot çdo njeri do ta shijon vdekjen. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Keni me marrë gjitha çka keni vepru prej veprave të mira në ditën e gjykimit. Pa marrë parasysh çfarë vepre mirë ka qenë. Ka qenë vepre mirë që ti e ki vepru, ka qenë vepre mirë që ti ju largun nga keqja, se çdo largim nga keqja është vepër e mirë. Çdo vepër të mirë që ka ta bësh është vepër e mirë. Kështu që njeriu nuk duhet me llogarit se une tash vetëm po duhet me punu punë të mira e çatër për me fitu xhenetin. Jo. Ka pas prej sahabëve, prej shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka vetë më shumë për haramën se sa për halalin. Kur e ka vetë pse ka thonë, po më rujt mos më ran to. Pse se e ka ditë duke u rujt mos më ran haram te fiton xhenetin. Kaç kjo. E kështu që njeriu duke u rujt prej haramit fiton shpërblime. Njeriu të pi Coca-Cola mujtet me fitu shpërblime. Të pi lang mujtet me fitu shpërblime. Pse? Pa thot, po që kjo Coca-Cola kishte mujt me qenë alkohol. Birë kishte mujt me qenë, raki kishte mujt me qenë. Mirë, po une po du me zavencu me alkohol, me Coca-Cola, po me një pije të cilën e kina halal. Edhe ti fiton shpërblime sikur sa ai që shfiton në dëshkime apo gjunat maja i cili pen alkoholin. Ti e ki zamencu një të mirë, ti ju ki largu të keqës, në më thënë, derisa ti ju ki largu harameve, ti fiton sevabe, ti shfiton shpërblime. Kështu që njeriu nuk duhet me qenë pesimist apo nuk duhet me ju shpresat me thonë që unë po i largon haramun po punë të mira kur çdo beson po bëj. Jo, veç pse je duke u larguar nga haramat, ti je duke fituar punë të mëdha, shpërblime të mëdha të Allahut. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka thonë në ditën e gjykimit do ta fitoni shpërblimin. Çfarë do shpërblimi që ke bën këtë botë? Ju largu prej gjunave shpërblime, ki punu vepra të mira shpërblime. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Allahu subhanahu wa taala thot në vazhdim të ajetit, ai i cili shpëton prej zjarmit edhe hin xhenet, ki ka fitu. Shiqo, duke vepru vepra të mira, njeriu po ruka prej zjarmit edhe po hikën xhenet. Ki ka shpëtu. Faqad faz. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur. Allahu në fund ajetit thot, këto gjërat të cilat përfshihen këtë botë që i përmendëm në fillim, janë gjëra të cilat janë mashtrime. E kështu që duhet më rujt prej këtyre mashtrimeve të cilat i kena. Kështu që duhet me pas na sy qel
kur t'i shohmi këto mashtrimet e kësaj bote. Pse? Se nëse na rumi nga mashtrimet e kësaj bote, na kena fitu. E gjitha jeti kështu kuptohet. Allahu subhanahu wa taala në ajet tjetër për më na tregu mashtrimet e kësaj bote se I ka përmend shumë shpesh. Allahu subhanahu wa taala ka thonë: Ja ayuhan nas, o ju njerëz, inna wa'da Allahi haqq. Premtimi I Allahut është gjithsesi do të realizohet. Premtimi I Allahut gjithsesi do të realizohet. Mos më mendu se ti me dyshime, premtime Zoti ka dhënë? Si kena pale. Jo. Gjithsesi do të realizon premtimet e Allahut. Inna wa'da Allahi haqq. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Allahu subhanahu wa taala thot: mos gaboje që t'ju mashtroje kjo dunja, mos gaboni që t'ju mashtroje kjo dunja juve, edhe mos gaboje që t'ju mashtroj dikush që është mashtrues me të largu prej Allahut. Kush është ai mashtruesi? El-ghurur, dietarët islam komentatorët kanë thonë djalli I mallkuar. Kështu që e kena edhe mashtrimet e kësaj bote që Allahu I ka përmend, prej gjithë mashtrimeve është edhe djalli I mallkuar. Kështu që djallin e kena, armik, nefsin, epshet e kena, dyshimet, hawan, kena shumë armish në jetën tonë, kurse na duhet patjetër që t'i sfidojmë edhe t'i luftojmë ata. Të mundohemi, pse se nuk I mundësi, vetëm dietarët e mëdhej kanë mujt me I sfidu gjithë edhe më bëhet pastër si me lajket, mos me bëj asnjë gjuna. Jo, të gjithë një gabojmë. Hoxhallar, jo hoxhallar, gabojmë se si në shkallën e dietarëve që mos me gabuas një gabim, sikurse ata dietarë që mbërrin shkallën më të lartë. Të devotshmërisë nuk gabojnë edhe mbërrin shkallën e me lajkeve. Kurse na gabojmë, e kështu që ti mundohu në jetën e përditshme ti largohesh gjunave, ti largohesh mashtrimeve të kësaj bote, atër do t'jesh prej atimve të cilët ke shpëtu. Vetëm pse ju mundu, të gjitha ato gjëra të cilët s'ki mujt mi arrit njët, të cilët mendon se ti nuk do të kesh arsye për Allahu subhanahu wa taala që suni ki arrit ato gjërat për t'ju largu, sigurisht se Allahu subhanahu wa taala do të arsjeton. Vetëm pse ju mundu, vetëm pse ju nis, mu largu prej këtyre të këshijeve, Allahu subhanahu wa taala nesër ka me të arsjetua dhe ka me t'i falë mëkatet. Allahu subhanahu wa taala I ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wastafziz minhum bisawtika." Tërheqi njerëzit me zënin tënd. Thirri sa më mirë me zërin tënd njerëzit. Bëni që ata ta dojnë fejen. Lexoje Kur'anin bukur. Zbukuroje zonin tënd me Kur'an. Afroj njerëzit me zërin tënd. I ka thonë: "Wastafziz minhum bisawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika." Edhe largoj njerëzit që ju shnis në drejtim gjunave, që ju nis me kom të veta, ju nis edhe me kuaj me shku në drejtim gjunave, largohi, tërheqi ata, kthehi tek veprat e mira. Wa sharikhum fil amwali wal aulad. Aleikum salam. Shoqëroj fil amwali wal aulad, në pasuri, bënu solidar me ata, në pasuri edhe në fëmijë. Po çish më bë solidar? Jo, tërheqi prap. Mos ti mashtroje fëmijë, mos ti mashtroje pasuria. Wa sharikum fil amwali wal aulad wa'idhum. Që I ka premtu djalli mallkuar në fund Allahu na tregon mirë, po thot premtoj ata. Çfarë premtimi më I dhon? Premtimin e Allahut të cilin Allahu a ka dhënë pejgamberit për me na tregu premtimin të cilin Allahu ka me realizuar ditën e gjykimit. Wa'idhum, premtoi se ata kanë me fitu shpërblime. Wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Shejtani djalli mallkuar nuk I premton njerëzve veçse mashtrime. Djalli mallkuar nuk I premton. Domethënë Allahu subhanahu wa taala e përmendi se edhe kjo botë është mashtruese, po prej gjërave të cilat janë të kësaj bote që janë mashtruese, është edhe djalli mallkuar. Ka prej njerëzve të cilat janë jo besimtar. Nuk besojnë se ka botë tjetër. Edhe më shumë diçka mundon me na luftu besimin ton. Shpresat e tona me na zhdu krejt. Me na vdek shpresat tona, jo në ata të cilët nuk besojnë për botën tjetër. Aleikum salam. Ata jo që nuk besojnë, po ato tallën, bojnë hajgare me fejen tonë. Bojnë hajgare me bindje tonë.
Mirë pa ata të cilët kanë besim, ata vetëm mujtën ta kuptojnë se Allahu subhanahu wa taala nuk i thën premtimet. Allahu subhanahu wa taala derisa na ka dhënë Kur'anin, derisa na ka bëu qartë Kur'anin, derisa që 1400 vjet kush nuk ka mund me ndryshu këtë Kur'an, pasi që të gjitha librat janë ndryshu, të gjitha librat e shenjta të cilët kanë zbrit, të gjitha fletushkat kanë ndryshu, Kur'ani s'ka ndryshuar. Ata të cilët ja kanë inati Kur'anit, ja kanë inati muslimanëve, për çdo ditë mundohen që t'i mashtrojnë muslimant me bindje të cilat i sulmojnë drejt në zemër. Thot, nëse i thush puno për botën tjetër, thot pse me punu për botën tjetër? Une po shoh këtë botë edhe po punoj për këtë botë. Une po shoh që po kënaq nën këtë botë edhe për to po luftoj, edhe për to po mundona unë ma arrit një pasuri që unë ta kënaqi veten para se me shkon botën tjetër. Mirë, ti kur po më thush i shkon në atë botë? Ti i thush, po ku e ditash, sa vjet i ki 30. Pejgamberi Alisem ka thonë ummeti jem mes 60 dhe 70, po edhe 30. Edhe 30 vjet, lej more. Unë tash për 30 vjet mu pregadit, deri mas 30 vjet dhe hanes mu pregadit, ndoshta edhe mas 30 vjet dhe vdes edhe s'ka kur gjë. Ti vesh më kishni mu llumit. Ka kësi bindje. Ka kësi bindje. Çka ka thonë Allahu subhanahu wa taala? Wa dhari alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu ad-dunya. Lej ata, lej se ata të cilët i ka lejthit kjo dunjaja, ata e kanë marrë fejin për hajgare. Kanë fillu me tall me fejin Allahut, kanë fillu me lujt me fejin Allahut. Lej ata, se ata i ka mashtu kjo botë. Mirë pa Allahu subhanahu wa taala, thot, çka na premton neve Allahu subhanahu wa taala? Allahu thot, wa ma indakum yunfad. Allahu në Kur'an thot, atë çka keni në mes durve tuaja, dunjajen, yunfad. Ka shurje, shohët, e ka një fund. Wa ma inda Allahi baqin. Aja që ka ushte Allahu, ajo është e cila do tjetë për gjithmonë. Allahu subhanahu wa taala i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula." Bota tjetër është për ti më mirë se kjo botë. Mos u mashton mas kësaj bote. Allahu subhanahu wa taala ka thonë, "Wal-akhiratu khayrun wa abqa." Bota tjetër është më mirë, edhe aja e cila është e fortë, edhe qëndrueshme. Mirë, nëse na marrim e bojmë një shembull. Vjen dikush edhe thot, unë kam shtëpia me dhonë, kam fabrik, po kam edhe shtëpia villa që kam dresh, kam edhe kerre. O vjen ti me punu fabrikën time, ta ka dhënë cilën shtëpi do ta jap, cilin kerr do ta jap, ti jep çelëset në dorë, edhe ajo shtëpia kushton me 100.000, ai kerri kushton me 10.000. Mirë po thot ti dush me punu. Në firmën teme, edhe mbrenda 30 viteve, unë gjisën e rrugës të ndali, ti mbrenda 30 viteve du t'i lajsh edhe shpijen, edhe kerrin. A bojmë kështu? Unë e ta jep gjisën e rrugës, gjisën do t'a lish, në fund do t'jete shpija. Cili prej neve se pranon i gjallë? Krejt kishë me pranu. Ti si hoq, po, edhe unë si hoq kisha me pranu. Po mirë, gjisën e rrugës po t'a ndalë. Për shka? Për me përfitu ti qatë shtëpinë edhe qatë kerrin. Mirë, sa dush me punu ti? 12 orë, po mirë, gjisa rrugës, 6 orë, po mi ndalë mu 6 orë për me punu për që ke shpijen. 6 orë unë duhet me punu vetëm ta fitoj që ke shtëpinë edhe që ke tjeri. Sa? 30 vjetë? Shqo sa zorë është me fitu këtë botë, edhe prap ngaj mas kësaj botës. Allahu a disa ka thonë, gjatë ditës, gjatë 24 orëve, vetëm 1 orë ti ka lip, me edhon Allahut, namazin. Ti ka lip në sabah 10 minuta, në drejk 15, 110, në akshom 10, njëci 15 minuta. Pi që këtin vetë 1 orë, gjimësën, thotë vesh farzët, gjimësët sunetit. Po mirë, që këto farzët për shkau zët, ti zotit thotë me ble tokë në gjenet, tokën si dush me ble në gjenet, farzët duhet mi falë. Se s'mon me hi në gjenet, pa i falë farzët. E po mirë, a dënë me ble tokë ti në gjenet, po, urno, fali farzët, me gjithë orën ditë, ti ki me ble gjenetin. Me nejtë në sërë, atje pa shpia, po mujtish edhe pa shpia me nejtë. Po mirë, këtë gjimësën qetër, pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i fal 12 rekat sunet, 12 rekat në sunet, gjatë ditës, është fjala për sunet e fortë, 2 sabaj, 6 drekës, 2 mas akshomit edhe 2 mas jacijës, i ndërtohet një pallat në xhenet. Për çdo ditë, për gjithë orën një pallat, po mirë, kim tha 6 orë duhet me punu veç për shket pallati me fitun këtë dunja. Po mirë, o Zot ti po më thosh për gjithë orën unë me fitu çket pallatin?
Jo, Zoti thotë ki pallati është prej tullave, ti ke me fitu një pallat i cili është prej ari, argjenti dhe diamanti, i stolisur. Me gjithësore ndite? Me gjithësore ndite. Dikush të hoxh, s'mu besot një gjatë ju. Shumë dishka ftoft po e thush. Po ndoshta edhe bindja dhe të nësë është shaq e fort. Mirë, po këto janë premtime që na duhet patjetër t'i besojmë. A kena bindjen e forta se kena janë çështje reale që do të ndodhin nesër. Kush doje ta marrë, kush doje të bindet në to. Allahu po lip gjithësore për me ta dhënë xhenetin dite. Po ti lip edhe gjithësore ti me ndërtu për ditë pallate. 30 vjet ato bojnë 10.000 ditë. 10.000 ditë, 10.000 pallate. Po mirë, ato të farzët kur ti falsh, ti thush edhe subhanallah. E po mirë, sa herë ditë thush ti subhanallah? Në çdo namaz 43 herë? Sa po bojnë? Po na bojnë për 150 herë. 180 herë. Po mirë, vetëm me thon subhanallah ti e mill një pemë në xhenet. Vetëm një herë me thon. 180 pemë ditë me i mill në xhenet? Dishka shumë letë be po më do këtë mu fitu. Letë, Allahu e ka bo letë mu fitu. Mirë po, prapë se prapë, edhe pse është letë njerëzit s'podojnë. Pse s'podojnë? Se qatë orën, apo qatë gjysmore, djalli mallkuar po këshirë me ta hekë. Duket mashtru, bota. Dhanja mas kësaj botës. Po këshirë me ta lërguat e qatë. Mirë po nëna nuk duhet me pranu që t'ja qelmi këtë rrugë djallit mallkuar. Për ata, sot tema është zgjedh mashtrimet e kësaj bote. Edhe tash derisa po e shohmi këtë mashtrime që e morëm këtë shembullin, ka mundësi çdo kush me anu ka kja, me ja dhon 6 orë ditë punë vetëm për me fitu një shtëpi apo një kerr, 30 vite, kurse Allahu subhanahu taala po t'i lip vetëm gjithësorën ditë. Derisa të vdesësh. Ndoshta mas një muaj të vdes, ndoshta mas 10 vjetme, ndoshta mas 30, ndoshta mas 50, po gjithësorën ditë po t'i lipi, veç farzët falni. Kaq po lip Allahu subhanahu wa taala. E kështu që Allahu subhanahu wa taala na ka bo fejën e lehtë, mirë po prapë s'mo mujmë me marr për arsye se mashtrimet e mëdha. Kështu që mashtrimet e mëdha janë që njerëzit po largohen pi fejes. Bindjet që djalli i mallkuar çdo herë në zemrën e tij, siç ka thonë Ibn Qayyimi, po e sulmon zemrën duke i dhënë shpresë tjetës gjatë, duke i dhënë shpresë se ti ke me fitu pasuri, duke i dhënë shpresë se ti ke mu ngrit para kujshive, ke mu bo më i pasën se kujshia, ke shpresë, ke me bo pare që ke me ja plas zemrën armiqve tu të cilët nuk dojnë. Kësi lajthitje djalli mallkuar vjen në zemër ti të bën. T'jep shpresë gjatë, sa që ti duke u dhënë mas shpresës gjatë, edhe duke u dhënë mas gjërave të cilët djalli mallkuar premton që nuk janë gjëra afatgjate, po janë shkurta, janë mashtrimet kësaj bote, dy i ka djalli mallkuar. T'jep shpresë të gjatë edhe të premton gjëra të cilat janë që nuk ka mundësi njeriu me i arrit ato në jetë. Premton pasuri që ti vetëm miresh me iluzione, një ditë i mshelësit, ti je i mashtruar. Ti i tradhton për djallit mallkuar. Kështu që nësë një mënyrë nuk duhet me pranuna që djalli mallkuar na lejtit, apo kjo botë sebeb që na lejtit nga bota tjetër. Ka për njerëzve të cilët janë musliman, mirë po gjunaqar. Gjunaqar, e lojnë fejnë anash, fillojnë t'i japin flat vetës, t'i japin shpresë vetës. Allah i koka i mshirshëm. Hoq ti që shpukallzon me gjysore, pas me mundësi shumë letë me fitu xhennetin. Po mirë, gjuna, ti dush mu i largu. Në fillim tham, dush t'i largosh gjunave, edhe t'i veprosh veprat të cilët Allahu i ka lip, e na përmendum kushtin kryesor të fejes, e përmendum çështjen e namazit, pasi që duhet edhe zeqati mu dhon, pasi që duhet edhe agjerimi mu agjeru, mirë po na përmendon shtyllën kryesore, me të cilët fitohet xheneti apo është çelësi xhenetit. Shtylla kryesore, namazi, që është që ta mundson ti me hinë xhenet, janë dhëmbëzort e çelësit apo çelësi i xhenetit apo fjalës la ilaha illallah. Kështu që ka për njerëzve të cilët i japin vetës shpresë të madhe, edhe fillojnë bojnë gjuna. Sa që bojnë gjuna, thonë, aj se Allah e kish mëshirën e gjërë. Mëshirën e kish shtrim mes lindjes edhe perëndimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thonë, ças shumë Zoti po i lishoj ke mëshirat apo përqindjet e mëshirës në ditën e gjykimit, saqë po frigoke që edhe jo besimtar Zoti po i shtiken xhenet. Po mirë, mos jo besimtarët
po frigoke që po i shtik edhe në xhenet, po për neve çka do të jese. Edhe neve na shtin. Më thënë jep shpresë vetes. Dietarët islam kur e kanë vetë Hasan al-Basrin i kanë thonë ka për njerëzve të cilët shpresojnë te Allahu, mu taku me Allahin mirë, po e lojnë krejt anash. Punën ka thonë hejhat, ka thonë sa larg ata, po maj kanë imis mu taku me Allahin. Nuk është me pas imis te Allahu subhanahu taala edhe ti mos me punu, po ti duhesh me pas imis te Allahu subhanahu taala edhe secili kur shpreson diçka, ai ngan me fituat. Edhe thot Hasan al-Basri, secili i cili frigohet prej dikujt, ai largohet prej tina. Vetë u largohet edhe ik prej saj. Kështu që na nëse shpresojmë diçka, duhet ta lipmi atë. Duhet ngajmë asaj. Nëse frigohemi prej diçka, na duhet të ikmi prej tina. E kështu që Hasan al-Basri na ka kufizuar se njeriu nuk duhet me i dhon vetes shumë shpresë, po njeriu duhet me i dhon vetes shpresë nëse është njollos me mëkate më herët. Mirë, po nëse i ka mëkatet përpara, duhet ta frigon vetveten. Duhet ta frigon vetveten, edhe të mundohet me bëu punë të mira, pasi që Allahu subhanahu taala na ka kallëzuar të mirat tona në xhenet, se përmes shpresës apo përmes ngallënimit apo punës të madhe, mundit të madhe, xhihadit që ka bëjmë për të fituar xhenetin, ne e bëjmë duke punuar vepra të mira. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të cilin po e ceki Uthmani radhiyallahu anhu. Thotë Elina al-Ansari, thotë shkova te Uthmani radhiyallahu anhu, edhe e gjeta duke marrë avdes. Pasi që e këshirësha duke marrë avdes, mirëte si është më mirë. Shok i dërguari i Allahu subhanahu taala, shok i dërguarit Allahu subhanahu taala. Uthmani dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, udhëheci i tretë mas Omerit. Edhe e pash duke marrë avdes, edhe tha, kështu ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e kum pa me sytë e mi. Ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda mithla hadha. Faqala, shej ka thonë Uthmanit, men tawadda mithla hadha. Kush merr avdes sikurse tash unë çishëm të marr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Uthmanit i ka thonë, kush merr avdes sikurse tash unë çishëm të marr. Domethënë çka marr i dërguari Allahut që e ka pa Uthmani me sytë e vet, thotë ثم أتى المسجد pasandaj vjen xhami fasalla rak'atayn i fal 2 rekate thumma jalas pasandaj ulet gufira lahu ma taqaddama min dhanbi i falen ke gjunat që ka falë që ka bu marrët kush me ravdes sikurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë e dimna si ka marr për arsye si librat e tash po e shohmi po mirë shkojmë në xhami i falmi 2 rekate për xhami ulmi u falen këta gjunat Uthmani s'pelem me kaq. وقال النبي صلى الله عليه وسلم tha i dërguari Allah tash Uthmani po vazhdon prap po thot po tha edhe këto i dërguari Allahut la taqtarru mos u mashtroni vesh me çita pse ja bashkangjiti këtë Uthmani ndoshta na e kena tregu hadithin më herët mirë po s'ja kena tregu fundin e hadithit pse se s'ka ardhur tema për çati mirë po tema është sot por me na tregu i dërguari Allahut edhe Uthmani edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos më mbështeti. Merr një avdes shkon direkt i fal ke gjunat që i bëu gjatë javës tu falën. U kri, e krita sotën me gjunat. Jo, ka thënë mos u mashtro. Uthmani radhiyallahu anhu ka dash neve me na tregu përmes fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilën e ka thonë la taqtarru mos ju mashtroje kjo edhe ti mbështetni kësaj. Sikurse Muadh ibn Jabali kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Muadh ibn Jabalin, thot kam qenë duke shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ishte hipum në deve, edhe unë e ngresha devën, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "O Muadh, a i din obligimet e Zotit ndaj robëve çfarë ka, edhe obligimet e robëve ndaj Zotit?" Ka thonë po cilat janë? Obligimet e robëve ndaj Zotit janë që mos t'i bëjnë shirk. Ta ruajnë rivalitetin, mos t'i bëjnë Allahut, të ruhen prej shirkut. Kaq. Mirë, të adhurojnë, mos t'i bojnë shirkë Zotit. Mirë tjetër, thëtë kurse haki i Allahut ndaj robëve është që t'i shtije në xhenet edhe mos t'i dënoje. Mirë, Muadhi thëtë, po, kishte një përgëzim i dërguar Allahut, a ti kallëzoj shokëve? Jo, tha, mos i kallëzoj. Se ndoshta mbështetën këtë, i lojnë veprat e mira. Shiqo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me na tregu se feja, edhe me fitu xhenetin, edhe me fitu mëshirën Allahut, edhe me fitu faljen, është lehtë, vetëm mos i bën shirk Allahut. E Allahu e ka hak ti me të shtinë xhenet pa dënu. Hak e ka. Ti vetëm mos i bën shirk. Mirë, po ku me mujt me rujt veten edhe mos i bën shirk Allahut.
Pse? Shirki është përhap çaq shumë sa që ka njerëz ndoshta për çdo ditë bojnë shirk edhe nuk e dinë se është duke bërë shirk. Ti nesër ja tregon kët, ai shpreson me hin xhenet edhe i thotë o Zot, ti e ke pas hak me mshin xhenet, pse s'po mshin xhenet? Po Zoti i thotë, a dim filan shirkin që e ke bërë për çdo ditë? Po thot, po se kum dit më. Po mirë, pse se ke vet hoxhën? Hoxhën ku shi e ke pas? Hoxhën e ke pas që të kallzu vajzë për çdo javë, për çdo ditë. Hoxhën e ke pas nga numrin e hoxhës e ke pas. Pse se ke vet? Se për çdo punë në jetën tonë që e bojmë, duhet patjetër të vetmi, edhe të interesoni. Mos me bëu diçka çka është prej fejes, që ti mos me dit hoxha dhe mos me kajt dirtin te hoxha. Po duhesh patjetër e ka për obligim baba dhe nona me mësu fëmijëve namazin moshën 7 vjeçare, moshën 10 vjeçare nëse se fal, me përdor edhe ka pak shkopin edhe me ndajt edhe për fëmijëve tjerë, me mësu agjërimin. I bëhet koha martesës, mi thonë mbirjem, që mire këtë libër të komblem Prishtinë, lexoje rregullat e martesës, shkurzimi, të gjitha që këtu i ki. Mësoj se nesër ti e lishon grujen, i thush fjalë të cilët lishohet gruja, edhe ti se din mas andaj ti i thush o Zot falma, o Zot ta kthej edhe një herë këtë gruja. Dush e ki për obligim, nëse si mëson rregullat e martesës para se mu martu, nëse si mëson rregullat e shkurzimit para se mu martu, nëse si mëson rregullat e rikthimit para se mu martu, atëherë dije se ti ki hingjuna, e ki lon një farz, sikur se namazi me lon. Kështu që dietarët islam kanë thonë, sicili para se me anis veprës, duhet patjetër ta mëson se e ka për obligim. Tregtari para se me anis tregtisë, duhet të mëson rregullat e tregtisë. Ai i cili shet në pazar, duhet të mëson rregullat e pazarit, se si duhet në pazar, si duhet në kantar, gjitha. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto na ka mësuar. Qish herët. E kështu që të gjitha këto janë mashtrime. Të gjitha këto janë lejthitje të cilët mundohen ditë për ditë me na lejthit për kësaj botës. Mirë, po tregoj Imam Zuhri, prej dietarëve të mëdhenj, ka qenë e tregon një rast thotë se kanë shkuar te Abdulaziz ibn Marwani. Abdulaziz ibn Marwani ka qenë vllavi i Abdul Malik ibn Marwanit. Abdul Malik ibn Marwani ka qenë udhëhesi i gjithë muslimanëve, halife i gjithë muslimanëve. Kurse vllavin e ka bë udhëhes te Egjiptit vetëm, emiri i Egjiptit. Mirë po, Abdulaziz ibn Marwani si gjithë mbreti i Egjiptit. Egjipti breqet sa të dush. Ka bë pare, derisa thot kur i ka ardhur momenti i vdekjes. Ka thonë ma bini qefinin. Ja kanë pru qefinin e ka këshirë para durve të veta. Ka thonë gjithat pasuri që ka jem të elun, nuk po muj me marë me veti, nuk po muj me trashigu asgjë, veç ke qefin, ja kanë his me qajt, edhe shkëthi në kra, edhe ja ka këthi shpinë dhe misafirve dhe ja ka nis me kaj derte. Edhe ka thonë, o moj botë, o moj dunja. Ka për njerëzve që shumë punun, pak fitun, pak i dhati. Ka për njerëzve që pak punun, mirë po ti i dha shumë. E moj dunja, edhe pse jetum, edhe në mashtrove në këtë mas. Këto fjali ka thonë Abdul Aziz ibn Marwani, që ishtë do më thënë në të ko, edhe pse ka të bu pasuri, në fundi ka ra pishmon. Në fundi ka ra pishmon gjitha asaj pasurie të cilën e ka të bu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë një herë një smundje, apo e ka sprovu Zoti me një smundje para vdekjes. Ishte smundje më herët që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka pas frikë mos po vdes. Derisa ju ka rëndu smundje, edhe Aisha si ka thonë, oj Aisha, tash më kujtu se i kisha një 7 monedha të arit, dinar, që dje në dollap, mirë edhe çoja fukarave shpërndaja. Aisha thot, po pse? Thot, kam frikë që vdes tash, nesër dal para Zotit, Zotin vet, kujt ja la ato 7 dinar, kurse fukaras kishin me ngrënë dhe me pi. Kë ishte i dërguari i Allahut. Kështu ishte kuptimi i jetës. Kë ishte shembull për neve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve të na jep shembull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, erdhi Xhibrili, thau Muhammed, apo don me qenë mbret edhe pejgamber, apo don me qenë rob edhe pejgamber. Thot ma pru një kodër me monedha, sa është naltë qabja. Qabja 20 metra e naltë. Kodër, sa mujtët më bo një trush me monedha? Njeri ju, që ndoshta edhe bota nuk e ka të ari. Thot ma pru parasive dhe më tha, si dush me të bo mbret edhe pejgamber, edhe me të dhonë ketë, ta jep Allahu. Mirë po si dush me qenë një varfur, edhe rob,
edhe me jetu kështu, si gjithë njerëzit, Allahu ta jep edhe atë. Jo, tha, nuk po zgjedhi të jem pejgamber mbret. As pasuri nuk po du, po du që të jem pejgamber edhe rob. Tjetoj sikur se shtresa e ulët e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në dhomën e vet, si ka pas familjen, i ka pas të vet. Derisa Omeri thot, hina të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dishte se ishte vetëm në shtëpi, edhe e pash duke fjet në hastër. E tha, ishte gjersit, derisa ju kishte ngjita hastra për fytyre. E tha, fillova me qelë dallapët me këshirë diçka me i përgatit ushqim që kur qohet, ti jap diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i kum përgatit prej shtëpisë vet. Derisa i qela dallapët, i gjela të gjitha dallapët që i kishte në dhomë, nuk gjeta, vetëm se e gjeta një tegëll, e cila kishte qenë me t'lin, ama jush harxhun. Thot edhe gjeta një pjatë prej baltës, e cila i kishte disa kokra të elbit. Nuk ishte ushqim në shtëpinë e pejgamberit alisa. Tha fillova u ula dhe fillova me qajt, sa që më shtu e qajt mja, derisa pejgamberi sa më ndëgjoj zonin edhe uqu. Edhe ula, Omer, çka po qanë? O i dërguari i Allahut, thot Omeri, thash, kur i kujtova mbretët në përbot që shjetojnë, çfarë pallate kanë, çfarë ushqimi, çfarë masrafi, çfarë jete kanë, çfarë tesha, kur të pash këtë gjendje, kur e pash shtëpinë tonë në këtë gjendje, për ata mërthej vaj, për ata ja nisa me kajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Omerit, Omer, a nuk dëshiron që ata ta kenë këtë botë, na ta kena botën tjetër? Këto janë këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na këshillon që t'i japim rëndësi më shumë botës tjetër, jo vetëm kësaj. Nuk ka thonë Allahu subhanahu wa taala që të braktisësh krejt prej kësaj botës. Mirë po, mos të mashtroje kjo botë prej botës tjetër. Se ka prej njerëzve të cilët janë të pasur, kanë jetën e pasur, e kanë vetë edhe Sheikh Uthejminin, një njeri i cili ka miliona, mirë po, shtëpinë e ka me 100.000, kerrin e ka 50.000, apo tjera. A janë këto masraf për to? Jo, ka thonë, nuk janë masraf, për ato është jetë normale. Nuk i ka thonë se është mashtrim ajo. Nëse ajo është besimtar i fortë, edhe ka miliona, mirë po, edhe pse bën harxhime për to është jetë normale, nuk është që aja mashtron nga bota tjetër. Mirë po, ka thonë, ai i cili nuk i ka kushtet e mira, edhe mundohet masandej me jetu jetën mirë, apo mundohet gjërat me i marrë të shtërejta, atëherë për to është masraf. Për to nuk bën, për to Zoti nesër e qorton. Kështu që secili prej neve të mundohemi që ta kuptojmë mashtrimin e kësaj bote. Mashtrimi i kësaj bote është dy gjëra. Mashtrimi i cili na mund kjo botë me mashtrimet e saj, nga pasuria dhe të mirat edhe çka janë epshet edhe kënaqësitë edhe lumturitë në këtë botë, edhe tjetra është mashtrimet e kësaj bote të cilat na bëhen përmes djallit mallkuar që na zbukuron veprat e mira. Na zbukuron veprat e mira që vetëm të mbjell në zemrën tonë me një masi. Në zemrën tonë ta shohmi vetëm për mi tjerët. Në zemrën tonë ta shohmi veten më të mirë se tjerët. Atëherë na duhet patjetër ta luftojmë këtë mas, siç ka thonë Hasan al-Basria, njeriu për me qenë modest, edhe me athi kamt shejtani djallit mallkuar, për mos me mujtaj me lajthit, është që si të dalin në rrugë, njerin e parë që të takojnë në rrugë, mendoj se ajo është më i mirë se ai. Ajo është më i mirë se ti. Të mendosh çfarë ke fitu modestien. Edhe nëse ti masandej mundohesh mos me të lejthit kjo botë, sigurisht se ti ke arrit qëllimin të cilën ka dashur Allahu edhe pejgamberi edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për murujt për mashtrimeve të kësaj bote. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na bën prej atyre të cilët rrumi për mashtrimeve të kësaj bote. Allahu inshallah na ruan të gjithëve prej mashtrimeve të kësaj bote. Allahu inshallah na ruan prej mashtrimeve të djallit mallkuar. Allahu subhanahu wa taala inshallah na bën që këtë botë mos ta shtim në zemrën tonë, po ta marrim para durrëve tona. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej atyre të cilët e bëjmë namazin sinqerisht, na jep modesti edhe të na shpëlojë më të mirë shpërblime, xhenetin firdaus, na bron nga një djegës edhe na fal mëkatet tona, edhe të na pranon veprat tona. Qulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. حرام اللي تسوونه ترى ما يرضي الرحمن
أشوف بعيني إسرافا يضايق خاطر الشفقة وينام